Kryeministri Edi Rama ka theksuar nevojën për një transformim të thellë të sektorit të bujqësisë në Shqipëri, duke kërkuar që fermerët të organizohen në struktura bashkëpunuese të ngjashme me shoqatat e bashkuara bujqësore që funksionojnë në vendet e Bashkimit Evropian. Sipas tij, vetëm përmes këtij modeli mund të arrihet fuqia konkurruese e prodhimit vendas. Tani nuk jemi më të dëshiruar, por jemi të detyruar të hymë, që është faza e bashkimit. E bashkimit që bën fuqinë, jo ashtu siç thonë çyrykët që vinë vërdall për të hedhur balt mbi çdo gjë, pra jo si kooperativat e dikushme, por si kooperativat e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian funksionon me kooperativa, por ndryshe nga kooperativat e komunizmit, në kooperativat e Bashkimit Evropian, secili prodhon më vete dhe të gjithë shesin bashk. Shoqëri të Bashkuara Bujqësore, SHBB. Kështu janë quajtur në ligj për të shmangur atë frikën e madhe që vjen nga trauma e shkuarës që po na mbledhin tashin kooperativ këta socialistët. Gjatë takimit me fermerët në qarkun e Dibrës, Rama e vuri theksin dhe të nevoja për një bashkëpunim të ngushtë mes fermerëve dhe institucioneve shtetërore, duke kërkuar që bashkitë të luajnë rolin e aleatëve kryesor në zhvillimin e sektorit. Ne kemi vendosur dhe mbështetje për bashkimin. Mbështetje financiare, mbështetje institucionale dhe aleancë me shtetin. Pra, në Dibër, SHBB-ja ndërtohet mes fermerëve dhe bashkisë. Dhe bashkia është aksionere, por nuk është aksionere që t'ju marrë juve fitimet. Është aksionere në një kompani, Dibra Origin, që fillon dhe bëhet një markë, dhe pastaj marka fillon njifet, dhe edhe për shkak të markës pastaj njerëzit shkojnë dhe thonë, ke Dibra Origin? Qershie mollë edhe me radh? Po kam, atë du. Në të kundërt, nuk e përballojmë dot përplasjen e madhe që do të vijë kur ne të bëhemi antar të Bashkimit Evropian. Nuk e përballojmë dot, kaq e thjeshtë. Gjithaj treg i madh, ne do dalim tek e tek, edhe do mbijetojmë. Ku do t'i shesim produktet me çanta në rrugët e Brukselit? Në një tjetër mesazh drejtuar kryebashkiakëve, Rama kërkoi angazhim konkret për ngritjen e agroturizmit dhe kooperativave bujqësore, duke paralajmëruar se mos realizimi i këtyre objektivave do të ketë ndikim edhe në të ardhmen politike të drejtuesve vendor. E du shumë Rahimin, është Dibrani mirë, shumë, ka ardhur këtu për të shërbyer pasi ka ishte në bankë etj, por I kam thënë dhe Rahimit dhe shokëve të Rahimit, po nuk bët 10 agroturizma me paketë dhe maleve. 10 agroturizma dhe 3 shoqëri të bashkuara, as mos hajdeni fare të pretendoni të kandidoni, sepse bashkitë nuk janë vetëm shtro rrugë, vër drita, pastro plera, edhe në fshat pastro kanale. Bashkitë duhet të jenë aleatët e fermerëve. Në mbyllje, ai deklaroi se qeveria po rrit ndjeshëm investimet në sektorin bujqësor, me synimin që Shqipëria të përmbushë objektivat e integrimit në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, duke kthyer bujqësinë një nga shtyllat kryesore të zhvillimit ekonomik të vendit.